Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, së bashku me kryetarin e Partisë Demokratike për degën e Selenicës, Leonard Rakipaj, zhvilluan një takim pune me kryesinë e Partisë Demokratike Dega Selenicë. Gjatë këtij takimi ata prezantuan kandidatët për deputet të Partisë Demokratike, Atirt Hoxha, Alta Haluci, Edmond Fetau, Ridvan Mersini dhe Mario Runa. Partia Demokratike dhe strukturat e saj janë angazhuar maksimalisht optimiste dhe entuziaste për fitoren në datën 11 maj. Ata po përcjellin frymën e ndryshimit dhe po konsolidojnë shpresën dhe besimin për një të ardhme më të mirë. Aktiviteti u hap nga kryetari i Partisë Demokratike të Selenicës, Leonard Rakipaj. Partia Demokratike e Shqipërisë pothuajse ka filluar dhe fushatën zyrtarisht me çeljen e listave për çdo qark. Demokratët u përshëndetën edhe nga kandidatët për deputet të Partisë Demokratike për Vlorën. Unë jam Alta Azizi Aluci, jam kryetare e Lidhjes Demokratike të Gruas Dega Vlorë. Ndiem krenare në këtë zonën tuaj, pasi unë jam Bes Mavrove dhe e rëndësishme është që të votojë për Partinë Demokratike, pastaj gjithë secili të vlerësojë të gjitha votat vënë në një vend tek Partia Demokratike. Të 12 emrat që janë atje, pjesë e të cilit jam edhe unë, vend tek Partia Demokratike. Të thuash faleminderit për mikpritjen është pak. Ora e vonët, problematika dhe sidomos problematika e një opozite 12 vjeçare. Nuk dua t'u lodh dhe di shumë mirë që të gjithë së bashku problemet dhe vojt për të rezistuar kaq shumë nuk janë të vogla. Shumë njerëz kanë devijuar, shumë njerëz kanë ikur, shumë njerëz janë të rrequr, përveç emigracionit që gati 1 milion njerëz kanë emigruar, ky është për mua dëmi më i madh që mund të sjellësh një vendi. Patjetër që dua të jem falënderues për secilin prej jush nga një ndërthurje brezash midis njerëzve të cilët e kanë themeluar degën këtu, kanë kontribuar ndër vite, po edhe të rinjë të reja të cilët janë atashuar Partisë Demokratike dhe japin kontributin e tyre shumë të vyer për sa i përket fushatave, po patjetër edhe rezultateve. Në këtë zonë, patjetër Partia Demokratike ka pasur rezultate shumë të mira. Unë mendoj që në këto 12 vite qeverisje nga sekti Rama çdo gjë është konsumuar, llafet për ta për mendimin tim janë të tepërta, ne duhet të përqendrohemi sa i përket programit Partisë Demokratike, asaj çka ne ofrojmë qytetarëve, fermerëve të kësaj zone, të cilët janë njerëz shumë punëtor dhe që patjetër me sakrificë kanë arritur që të ndërtojnë ekonomitë e tyre të vogla familjare. Qëllimi dhe motivi joni përbashkët është që të gjithë të maksimizojmë votat dhe votat tona të luajnë një rol vendimtar për grumbullimin e votave sa më të shumta për të përmbysur rezultatin e Vlorës, e qarkut të Vlorës. Qarku i Vlorës ka qenë me 4 deputet, mendojmë në këto zgjedhje duhet të punojmë më fort që të arrijmë si shtatë të di që të kapim dhe 6. Në fillimet e saj kanë ndjekur hapat duke filluar nga forum rinor, seksione, grup seksione, deri antar kryesie, në kryetari i partisë. E konsideroj një ndër të jashtëzakonshëm që mu bë nga Partia Demokratike dhe përfaqësoj shtesën konservatore dhe rinia ka për ta mbështetur Partinë Demokratike programin e saj dhe ka të ndëruar këtë qeveri me votë 11 maj. Rinia është me ju për ju dhe për Shqipëri madhështore. Ju faleminderit. Gjatë fjalës së tij, Bujar Leskaj theksoi se përkushtimi dhe puna e secilit antar të Partisë Demokratike është thelbësore. Mbledhje e kryesisë, Prezantimin e listës. E kryesisë së Partisë Demokratike të Degës Selenicë dhe unë falenderoj kryetarin zotin Leonard Rakipaj për prezantimin e parë të ekipit të kandidatëve të Partisë Demokratike dhe të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Së pari, më lejoni në krye të erës që të falenderoj për pjesëmarrjen në këtë mbledhje zotin Fitim Axhira, një personalitet të Partisë Demokratike nga 90-ta dhe deri më sot, dhe zotin Aleko Bala, mikun tim, ish i përndjekur politik nga Imara, i dënuar në vitet 85-86, një qëndrestar i Partisë Demokratike, dhe për ta kompletuar ekipin, për ta bërë me 3 veta, unë kam sot zgjodha dhe një prej jush, zotin Fasli Boraku, i cili njëherë shërben dhe si këshilltar në shtabin ton të fushatës. Prezantimi i kandidatëve të ekipit ton në kryesinë e Partisë Demokratike të Selenicës
të Selenicës nuk është një prezantim formal, po është një prezantim shumë i rëndësishëm, pasi ne si Parti Demokratike mbas qytetit të Vlorës i kushtojmë një rëndësi shumë të madhe, kuptohet çdo qyteti të qarku ton, po në veçanti Selenicës dhe lumit të Vlorës dhe krajinës tjetër që përbën bashkinë tonë. Këtu ne kemi zgjedhur si Parti Demokratike në listat e hapura kandidat që janë shumë të lidhur me zonën